Jemi kthyer sërish në studio, do flasim për ngjarjet e kronikës, dhe padyshim nesër shënohen 15 vjet nga 21 janari dhe për 15 vite më parë kemi qenë bashkë në terren dhe që nga ajo kohë thuajse çdo vit jemi në studio për të kujtuar atë ngjarje dhe për të kërkuar drejtësi. Dhe kam Artan Hoxhën në studio. Artan, kënaqësi të kem në studio. Padyshim nisim me këtë zhvillim që unë thash 15 vite më parë kemi qenë bashkë në terren, unë shumë më i ri, edhe ti pak kile më pak. Tani jemi në studio 15 vite më pas. 3 vite më parë ne publikuam atë audio regjistrim, jemi sot. Që rihapi edhe herë çështjen nga para. Tani jemi sot në çfarë faze jemi tani? Përveç asaj që çfarë do shohim nesër, që e dim të gjithë çfarë do shohim nesër. Jemi 15 vjet mbrapa. Një ngjarje që ka ndodhur në mes të bulevardit Dëshmorët e Kombit. Që për ironi ka dhe emrin Dëshmorët e Kombit, ndërtuar para luftës së dytë botërore, po të vetmit dëshmorë në atë bulevard janë ata 4 që humbën jetën në 20 janarin e 2011. Nuk di një ngjarje tjetër më të mediatizuar, më të ekranizuar, më të filmuar, më të monitoruar nga media se janë ngjarje. Gjitha këndët, po. Dhe për fat keq edhe sot nuk kemi ende drejtësi për atë ngjarje. Pra nuk kemi patur një hetim shtërus, edhe pse në fakt kemi patur një hetim fillestar, një gjykim fillestar që i kaloi gjitha shkallët. Patëm njerëz që u dënuan me dënime minimale për vrasje nga kujdesia. U desh një vendim i gjykatës Strasburgu dhe një përpjekje titanike e familjes Nika, e cila rezistoi çdo joshje që u bë nga gjitha palët. Përballoi si askush tjetër një ngjarje shumë të rëndë. Momentin që Alex Nika është vrarë, vajza e madhe ishte 2 vjeç, vajza e vogël ishte 1 muajshe. Pra, bashkëshortja e tij Raimonda Nika i ka rritur të dyja vajzat e vetme, sot ato janë adoleshente. Por nuk ka ende drejtësi për një ngjarje thash që ka qenë kaq shumë e ndjekur dhe nga diplomatët e huaj, një hetim ku ka marrë pjesë laborator të huaj, ekspertiza të huaja, duke filluar nga FBI e deri tek autoritetet italiane edhe turke bashkë. Pra, është një ngjarje që për të cilën u premtua do bëj reforma në drejtësi vetëm për të zbuluar ngjarjen si 20 janare. Po. Në mënyrë, pra, ajo ngjarje është një lloj vije demarkacioni që ndan epoka para dhe mbas 20 janar. Nëse kujton premtimet e ambasadorit amerikan, Arvizu, i cili sapo kishte ardhur për mbështetje, u sonë ekspert, u çuan prova në Amerikë, ju dha ndihmë në atë kohë prokurorisë, dhe sot për fat keq jemi, si të më mbajmë, ka qenë një emision ditën e hënë, pra 21 ka qenë e premte, në datën 24 kam qenë një emision ditën e hënë, dhe kam thënë që në çdo ngjarje në Shqipëri ku është e përfshirë politika, asnjëherë nuk është vendosur drejtësia. Asnjëherë çështja nuk është hetuar deri në fund. Por në rastin konkret, vendimi i gjykatës së Strasburgut, i cili certifikoi ngjarjen si krim shtetëror, jo se ne se dinim, po morim një certifikat ndërkombëtar tashmë, pra kemi të bëjmë një vrasje shtetërore, të bërë nga shteti shqiptar. Me armët e shtetit shqiptar, nga punonjësit e shtetit shqiptar, një ngjarje në të cilën sipas Strasburgut është penguar hetimi nga drejtuesi më të lartë të shtetit shqiptar. Janë prishur provat. Po, ajo historia e nuk ka patur një hetim, ka shumë historish duke, jo, s'është vetëm ajo është e provuar tashmë. Atë e provoi laboratori i FBI-t në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra aty bëhet fjalë për servera që mungojnë, për dokumentacion, për veprime hetimore që u penguan, për prokurori që nuk lejohet të hynte brenda gardhit të kryeministrisë, se kryeministria atëherë ka patur gardh, nuk ka qenë. Por mos për ndalimin e ekzekutimit. Dhe pastaj për një sër veprimesh të mëvonshme të cilat kulmojnë me atë që quajnë si zinxhiri komandues i gardhës,